Mbrëma dhe mirë se vini në Rrisor me mua sonë në program, janë Klementin Mili, mbrëma Klementin. Arben. Përshëndetje. Respekte. Andon Kellu, mbrëma Andon dhe Skënder Mingjozi. Ndërkohë Panajot Bakër ne kemi në lidhje të drejt për drejt nga studio e tij. Mbrëma Panajot, faleminderit që jemi ne sot. Ndërkohë do doja fillimisht të ndiqnim fillimisht çfarë ndodhi ose më saktë çfarë ndodhi në Tiranë, por që se kuptoi askush dhe asnjëri, megjithëse po flasim të gjithë. Greqia dhe Shqipëria rihapin detin. Ministri i Mbrojtjes së Greqisë, Nikos Dendias, kreu këtë të hënë një vizitë në Tiranë për të u takuar me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, homologun e mbrojtjes Ermal Nufi dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, Arben Kinxhi. Mediat greke paralajmëruan vizitën disa ditë më parë me arsyen e qartë. Dendias, si i dërguari i kryeministrit grek Mitsotakis, synon të rifillojë negociatat për delimitimin e kufirit detar me Shqipërinë, me një marrëveshje për ta çuar në gjykatë ndërkombëtare. Dendias është i njëjti nga pala greke që në vitin 2020, aso kohë si ministër i jashtëm, arriti paktin në Tiranë me kryeministrin e Shqipërisë për ta çuar detin në një gjykatë ndërkombëtare. Në 6 vite, për shkak të acarimit her pas here të marrëdhënieve bilaterale, prej problemeve si Fredi Beleri, ngeci edhe deti. Por tani, një muaj pas takimit që shkriu Akujt në Athinë, mes Ramës dhe Mitsotakis, Shqipëria dhe Greqia me partneritetin e ri strategjik synojnë t'i japin fund brenda aktiviti të gjithë çështjeve të pesëgjidhura, duke filluar nga deti. Por para se të jap fjalën Meçës, Andon, megjithatë qeveria është treguar hermetike lidhur me këtë takim, apo duket se nuk ka patur shumë. As janë pohuar, as janë mohuar bisedat për sa i përket çështjes detit. Por ne jemi të sigurt që është folur për detin aty. Po, e vërtetë është sepse kanë qenë fillimisht nga Greqia që e kanë paralajmëruar këtë vizitë javën e kaluar. Nga një gazet e mirë njohur aty, pra dhe kur lajmi vjen nga andej, domethënë duket qartë edhe qëllimi pse. Dhe ka qenë vetë Greqia interesuar, madje me ministrin, jo ministrin e jashtëm, ministrin e mbrojtjes. Kjo ka të bëjë shumë diferencë. Vetë ministri i mbrojtjes, Nikos Dendias, ka ardhur në Shqipëri në një vizitë një ditore. Duke takuar vetë në kryeministrin 8-8, sigurisht ka informacione se për çfarë është diskutuar për çështje dytësora, pra për sigurinë rajonale, për shembull për industrinë ushtarake, për prodhimin e armëve, për shërbimin mjekësor në ushtri, apo edhe çështje tjera, por tek deti, si pala greke dhe pala shqiptare, sepse duhet të shohim me palën greke, janë shumë hermetike. Janë shumë hermetike dhe unë besoj se ka të bëj me faktin e autorizimit të nisjes së negociatave, që jepet nga presidenti, por ajo është çështje tjetër. Po sa i përket detit, sigurisht ka një stepje nga dyja palë për diskutuar se çfarë është diskutuar. Nëse nisën negociatat për çfarë, se në kohë duk sikur çështja ishte mbyllur. Për të përmbyllur marrëveshjen për ta çuar në gjykatën e Hagit, sepse duhet një marrëveshje. Pra duhet një drafti i përbashkët. Po, duhet një drafti i përbashkët dhe madje Greqia, nga informacionet që kemi marrë më parë, është e gatshme t'i ofroj asistencë teknike Shqipërisë për kryerjen me ekspert të sajët nga pala për t'ia kaluar palës shqiptare, për e ka bërderën e parë, vetëm për të përshpejtuar tani për të pse Greqia kërkon tani në këtë moment, ndërkohë që duhet të ishte Shqipëria që duhet të nxitonte për të mbërmbyllur të gjitha çështjet bilaterale, sidomos me fqinjet. Kjo është një pikpyetje e madhe, për shembull është diskutuar edhe për varezat e ushtarëve grek sërish, për të mbledhur sërish Komitetin e Përbashkët, apo edhe për Himarën. Nikos Dendias, për shembull, edhe sot ka pretenduar se me origjinë është nga Himara, megjithatë kjo i vlen asaj bisedës së ngushtë. Meça, çka ka ndryshuar sipas teje? Vetëm gjë që ka ndryshuar në gjykimin tim dhe që po e shpejton procedurën dhe që grekët tashmë po lëvizin në forcë është Ibari. Në thënë momentin kur Greqia dhe politika greke ka një gjë në dorë për të na kapur ne dhe për të na hapur rrugën, gjithmonë me këtë lëvizje, nëse do shohësh Ibarin në kapitull që kanë të bëjnë me drejtat e njeriut, në kapitullin e pronave dhe në kapitullin përmendet. Në mënyrë specifike gjithë pretendimet greke janë aty brenda.
çka do thotë influenca greke në pretendimet, në realizimin e negocimeve dhe përfundimisht në mbylljen e atij raporti i cili nesër është 26, apo pas nesër. Nesër miratohet, që natyrisht përbën një sukses. Greqia është absolutisht prezente me gjithë pretendimet e veta. E kam lexuar me vëmendje atë dhe i vetmi shteti i cili është prezent në zhvillimet në Shqipëri dhe pretendimet e vete është pikërisht greku. Tani vim në situatën që kemi tani. Po, është momenti ku ata vazhdojnë të bëjnë presion në fundit për të tërhequr çfarë mund të tërheqim që Shqipëria të lëshoj në gjykimin tim, them. Natyrisht nuk bëhet sot ajo gjë, po premtimi merret. Jemi në kushtet kur procesi në marrëveshje politike është për të kaluar në gjykatën e Hagës. Po në marrëveshje politike. Dhe që kjo marrëveshje politike të kaloj nga një vullnet, të kaloj në realitet, duhet absolutisht të bëhet një paket dokumentash, të cilët palët i pareqisin gjykatë dhe fillon procedura. Tani, përsëri vjen do sjellim ekspert. Ai është palë, nuk mund sjell ekspert në gjykimin tim. Dhe ata ekspert që ka sjell e pam çfarë nxori. Çështja është, dy parime janë që ndeshet Shqipëria me Greqinë në këtë moment dhe që përbën thelbin e debatit. Do të ruajmë parimin e vijës mesme, apo do ruajmë parimin e të drejtës? E të drejtës, që do të thotë e drejtë? Në qoftë se parimi vijës mesme të gjithë ishujt e përbanuar i kthehen në ambientet territoriale toksore dhe prandaj fillon ndarje kufirit, Shqipëria thotë, nuk është normale një gjë e tillë, se në qoftë se në zonën e Ksamilit ekziston një shkëmb aty, i cili realisht është territor grek, ti nuk mund të fillosh nga ky shkëmb. Dhe të më thuash vije mesme, si ekspertët tanë, të cilët e dolën dhe e mbrojtën në kompast, e filluan kufirin. Sot, praktika ndërkombëtare ka gjyqe, ka dhe prodhuar dhe praktikë, ka dhe konvent për këtë punë, e cila insiston shumë në vlerësimin e cilësisë së këtyre ishujve. Dhe ajo e ndan ishujt pa kushte në ishuj që janë banueshëm, në ishuj që kanë përdorim, dhe në ishuj që nuk e deformojnë skemën në mënyrë posaçme. Kjo quhet e mesmja. Pra, jo gjithmonë vije mesme e në drejtë ndërkombëtare është e pranueshme. Ndërsa në parimin e të drejtës, absolutisht nuk është e pranueshme, sepse nuk mund pretendohet që Shqipëria të pranojë që kufiri është ai shkëmb që s'është asnjë asgjë dhe pastaj për aty ta ndajmë përgjysmë. Kjo nuk është e drejtë. Aq më tepër që jemi ndoshta prandaj çështja përfundon. Gjykata kushtetuese për këtë rrezoi, sepse janë disa ishuj atje dhe ç'është më kryesorja, Shqipëria zhvillohet në një territor që ka zhvillim perimetral që gjatë. Pra gjithë kufiri i detit i Shqipërisë është, ndërsa Greqia ka ishuj në territori saj është shumë i futur. Dhe në këto kushte, respektimi i territorit të plot dhe vijës bregdetare është absolutisht e drejtë, thuhet përsëri. Pra jo e drejtë ligjore, po e drejtë në kuptimin e moralit bisedës, të perceptim dhe këtë të drejtë, thash, gjykata ndërkombëtare, të cilët e kanë trajtuar këtë çështje, e kanë trajtuar në favorin ton, si filozofi. Pra, tani që ta mbyll unë, se do kenë dhe tjerët, ajo që duhet, palët politike, ta vendosin në cilin nga këto parime do të pranojmë. Do të jemi të drejtë, apo do të vazhdojmë të jemi manipulator, që kur ne kemi nevojë dhe jemi përpara kushtit të vetës që vendos ai, ti lëshojmë, kjo nuk quhet e ndershme dhe nuk quhet e drejtë. Përsëri nuk quhet e drejtë. Natyrisht ne do presim ngjarjet dhe tani për tani themi, zoti Rama, vazhdo, insisto në të drejtën në këtë rast, sepse çdo lëshimi për hir të ta shoqërues i bar, dhe unë këtu insistoj, unë preferoj më mirë populli shqiptar të themi zotëri këta po na bëjnë presion dhe nuk e lëshoj i barin dhe nuk e lëshoj sepse nuk mund ta shesim Shqipërinë, nuk mund të ndryshojmë kufit, sepse fitoria jote politike këtij momenti është kolpa e rëndë dhe kjo është përgjegjësi e rëndë historike që do të mbash në kuris në qoftë se lëshon për hir të një kompromisi politik i cili për mua unë vazhdoj të jem çik nacionalist në këtë plan. Kam qenë gjatë gjithë gjykimeve të mia kur kam dalë për këtë çështje që ne do të jemi në parimin e të drejtës, e të drejtit. Pra, zgjidhje drejtë. Dhe jo në zgjidhje e të mesmes. Zgjidhja e mesme ishte në ata specialistët grek që na erdhën këtu dhe thanë e drejta ndërkombëtare është vije mesme.
Dhe na sollën atë që na i morën gjithë kufirin dhe na ngushtuan gjithë hapësirat. Ka dhe një debat pasaj që është kjo e 12.000 leve, por kjo nuk ka vend në kufirin tonë, sepse si që kanë ata drejt 12.000 kemi dhe 12.000 ne do të në Greqi. Do të marrim një korpuzën. I barin na e kanë miratuar, pra nuk kemi më rrezik tani. Akoma s'është miratuar, akoma. Disa vite në votë. Jo është i miratuar. Vota politike fundit për i barin. Po presioni vazhdon, kompromiset mbyllen tani. Po, e vërtetës. Panajot, kërkojmë ndihmën tonë tani. Po, më vjen shumë keq për arsye se sokol kam dëgjoj zërin tim lutën. Nuk e dëgjojmë. Panajot, nuk e dëgjojmë. Jo, se unë dëgjoj